E din që është një deputet, për shembull, ose disa deputet që janë ndër vite, kanë pas edhe kolegë tjerë dhe ti i thu ata edhe këta. Mos e dikush është ata edhe këta. Do të thonë, nuk mund është ti mu me minru ata për ty, kur? Albin, kur? Asnjë që 35 vjet që e ka pas siglën LDK-s, unë s'tinëroj për një Albin. As për një PDK, as për edhe në anë tjetër, unë mendoj për shkakun që kjo po ashtu është për faqe që Albin Kurti nuk ka dash bashkëpunim. Nuk ka dash bashkëpunim. Sepse po të kish dash bashkëpunim, ja kish nisë, kish bëu për shkakun marrëveshje me Fatmir Limajin, pastaj kish vazhduar te LDK-ja, kish vazhduar te tjetër e kështu me radhë. Se ti kur don bashkëpunim ti çata që të parë që i ki, domethënë të interesuar, që ka qenë i hapur zoti Limaj prej fillimit, ti e bën marrëveshje me ta dhe pastaj ky i bën marrëveshje tjera. Apo jo, ç'to shkon? Edhe shkon edhe ju thu tjerëve, pra kur do bashkëpunim, kur do me themelu qeveri. Kur nuk do me themelu qeveri, ti e kesh përdorur, domethënë qatë të drejtë që ja ka dhënë kushtetuesja në vitin 2014 për me i blloku institucionet. Po për diçka më shumë unë tash po du me kthy prapë mohabetin te jo vetëm te LDK-ja, te opozita në përgjithësi, po edhe te ish opozita, po edhe te Liga Demokratike e Kosovës. Tash këtu janë dy mundësi që shmuna na me e pa këtë situatë. Domethënë e para është që kjo mundësia që po Albin Kurti mundet me mbet partia më e madhe, edhe pastaj ç'a bojmë në atë situatë. Shpresa që Albin Kurti ndryshon, merr vesh dhe pastaj sillet ndryshe, të unë se ekziston, nashta ajo ndodh, po të unë se ekziston. Ose e dyta është që a mundet partit deri dje në opozit me e ndërtu një proces politik, suksesi të cilit nuk varet nga Albin Kurti, po suksesi të cilit varet nga ju. Që natyrisht fund pa i pas numrat, s'keni s'ka me bo asnjoni. Pa mundet mu ndërtu që kjo. Edhe që tash para zgjedhjeve, edhe gjatë zgjedhjeve, e veçanërisht pas zgjedhjeve. Sepse unë mendoj që vërtet tash që ata qytetarë të Republikës Kosovës sot, e nuk e di sa janë në numër, të cilët i votojnë 3 partitë që s'kanë qenë vetëvendosje, ose 4 partitë që s'kanë qenë vetëvendosje, që ata për mu thonë shumë qartë që mos e vazhdoni mo që cilje që që kemi pa të Albin Kurti. Pra kur ti kryjnë procesin zgjedhor, amani ju kohë bën institucione edhe amani ju kohë qeveristi. Edhe unë mendoj që detyra ose përgjegjësia shumë e madhe ju bjen juve, tash a delni ju të partë, a del PDK-ja, nuk e di, cila do që del, që përdi me i kallëzu qytetarit të Republikës Kosovës, që tash e tutje Kosova ka me qenë ndryshe, ka me funksionu ndryshe. Ç'është partë? Mes krahasuar me. Ju çfarë mund me dalë të parë ka shi vetë. Jo, veç tash veç ç'është be mendove. Që me marr përgjegjësi, sepse ato që tha Armendi në fillim do pajtona plotësisht e kom nisit fjali shpesh. Mos e dalim zgjedhje lokale nuk do të thotë që s'më dalim në zgjedhje nacionale. Nuk është e pamundshme s'është punë. Nuk është temë që tash. E di që Ermali po do të më thonë që unë e di se nuk ndodh. Jo. Po e dini edhe jo po levat. Po lena neve që se dim, të vazhdojmë me se nuk e punu me dali bore. Al po ti puno. Po deri punë ti. Nuk e bëj beç ato. Po jo se po më ndro tema, nuk është të thonë se del LDK-ja e parë. S'kesh të thotë që LDK-ja del e treta. Pra, a mundi ju më bë bashkë dhe me bë një proces politik i cili nuk varet prej Albin Kurtit, edhe me i tregu qytetarëve të Kosovës që në fakt politika që e kemi lënë për mas në të kaluarën nuk ka më u kthy. Sepse dhe që kjo është një çështje